Një debat i ashpër shpërtheu papritur në shtëpinë e Big Brother, duke e kthyer ambientin në një skemë përballjeje të drejtë për drejtë. Fjolla, e vendosur dhe pa asnjë filtër, u ngrit në këmbë dhe me zë të lartë dhe të prerë e tha fjalën e saj pa hezitim: "Çohu shpejt prej këtu." Tha ajo, duke e bërë të qartë se nuk ishte më e gatshme të toleronte situatën. Tensioni u ndje menjëherë në ajër. Banorët e tjerë u ndalën, kamerat u fokusuan dhe çdo lëvizje u bë më e rëndë. Fjolla vazhdoi, edhe më e fortë në qëndrim: "Unë nuk të lejoj me më dominu këtu, se jam gjallë." Nuk ishte thjesht një shpërthim nervash. Ishte një deklaratë force. Një vijë e kuqe e vendosur qartë. Ajo po fliste nga një vend ku ndjente se autoriteti dhe hapësira e saj po cënoheshin. Për fjollën, kjo nuk ishte lojë, por betejë për respekt, dhe pastaj erdhi fjalia që e ndezi edhe më shumë debatin, një shprehje popullore që goditi fort: "Një minutë me mos qenë macja në shtëpi, minjt hedhin valle." Me këtë krahasim, fjolla e bëri të qartë se nuk pranonte që dikush të merrte rolin e dominuesit në mungesë të saj, apo në momentet kur ajo zgjidhte të heshte. "U bëre edhe ti me dominu në shtëpi?" Shtoi ajo, me ironi dhe revolt të hapur. Përballë saj, pala tjetër u përpoq të reagojë, por energjia e fjollës e mbuloi ambientin. Ajo nuk kërkonte kompromis në atë moment, kërkonte respekt dhe barazi. Ishte një nga ato situata ku fjalët nuk thuhen për të tërhequr, por për të vendosur territor. Banorët e tjerë mbetën mes dy zgjedhjeve, të ndërhynin apo të vëzhgonin. Disa u përpoqen ta qetësonin situatën me shikime dhe gjeste, të tjerë thjesht u tërhoqën, duke kuptuar se ky debat kishte rënjë më të thella se sa dukej. Ky moment tregoi edhe një herë se Big Brother nuk është vetëm strategji, por edhe përballje karakteresh. Kur personalitetet e forta përplasen, nuk ka hapësirë për gjysmë fjalë. Fjolla e tregoi qartë se nuk pranon dominim, nuk pranon nënvlerësim dhe nuk hesht kur ndjen se po i shkelet kufiri. Në fund,